Faleminderit Betim, fillimisht më lejo të them edhe unë të bashkëngjitem me asaj që thatë ju që nuk është në rregull që debati zhvillohet pa përfaqësues të pushtetit. Edhe fakti që ikim prej debatit, mendoj që është mirë të theksohet për shkak se kjo tregon që dështimin e plot të politikave qeveritare në sektorin e drejtësisë, sepse 5 vjet mas janë pushtet, krejt çka ka ndodhur është që në fund të mandati kryeministri nuk shkon në prokurori mas i ftohet dhe një ministër e akuzuar për korrupsion. Po ashtu nuk shkon në gjykatë, kështu që mendoj që është një dështim i plot në sistemin e drejtësisë. Dhe kjo tregon nevojën që kemi në Kosovë për ndryshim të qeverisjes dhe me këtë edhe për fillimin e një procesi të reformimit. Sa i takon vettingut, ne duhet të mendojmë seriozisht nëse ja vlen më vettingu i plot. Për shkak se kanë kaluar disa vite që jemi duke folur për këtë proces dhe ajo që ka ndodhur është që kanë hyrë shumë gjyqtar të rinj në sistem. Nuk e di nëse ja vlen sot vettingu për atë, do të më bëni analizë tjetër për këtë. Edhe Komisioni Venecias ka thënë që rekomandimi kryesor është me forcu mekanizmat ekzistues të kontrollit performancës dhe disiplinës. Por ne jemi për këtë proces. Masi të bëhet një studim i ri për me pa nëse kjo do ja vleja apo jo. Ky proces nëse bëhet, duhet bëhet me ndryshime kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese kërkojnë 2/3, por ajo që ka qenë problem nuk ka qenë mungesa e votave në kuvend, ka qenë mungesa e vullnetit politik të qeverisë për me shty këtë proces, se këtë proces do në konsultim të gjerë. Si mund të sigurohen këtë vota, ne është me rëndësime e theksu mendoj që në këtë vend janë bën ndryshime kushtetuese edhe për me jek pavarësinë e mbikëqyrë. Kur ne kemi qenë pushtet, janë bën amandamente kushtetuese të cilat kanë mundësu heqjen e pavarësisë mbikëqyrë. Edhe shumë procese tjera. Mendoj që është e mundur që me komunitetet pakistë të diskutohet. Kjo nuk është një temë që mendoj na ndon në baza etnike në shoqëri, edhe mund gjendet një zgjidhje. Çka duhet të bëhet në vetting është që nëse hym në proces vettingu, duhet bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe duhet bëhet duke zbatuar me përpikmëri ato rekomandime që ka dhënë Komisioni i Venecias. Por klimat që u ndërtu këtu dhe po mbylli këtë pjesë, klimat që u ndërtu prej qeverisë ka qenë sikur vettingu është një farë procesi i jashtëm mbi gjyqësorin, ku politika vendos dorë mbi gjyqësorin edhe pastron me mjete politike. Vettingu është një proces në cilin organet politike, si kuvendi dhe qeveria, kanë veç një rol, me miratu amandamentet kushtetuese dhe ligjore, edhe kaq. Pjesën tjetër e kryen gjyqësori vetë, e kryen organet që themelohen sipas atij ligji dhe asaj kushtetuese. A kuptova drejt, a keni qëndrim të qartë tani për tani se a duhet ketë vetting apo jo, apo duhet të parapri edhe një herë një analizë, me qenë se në kaluarën keni pasur vazhdimisht qëndrim shumë të fuqishëm që duhet ketë vetting. Ne nuk jemi kundër, nuk mund me thonë që jemi kundër, por nuk mund të them këtë moment që vettingu i plot është i nevojshëm. I plot s'është lejuar edhe nga rekomandimet që janë dhënë nga Komisioni i Venecias. Ato kanë qenë rekomandime, ne mund ta bëjmë edhe të plot. Unë për shkak mendoj që nëse hym duhet të hyjmë me vetting të plot. Nuk mendoj që çaj vettingu i pjesshëm që është propozuar me qeverisë është i mjaftueshëm. Nëse hym do të më hyj ose me lën edhe me u marr me mekanizmat e mbrëmshëm të kontrollim performancës gjyqtarëve prokurorëve, në cilët kemi shumë punë për me bërë për mësu sistem. Përveç shumicës shqiptare, nevojiten edhe shumica e komuniteteve. Nuk mendoj që problemi i siguruar të vota nëse ka një debat konstruktiv me pakicat, sepse është një çështje që s'ka interes etnik. Nuk mendoj që as pakicat janë kundër që të ketë një proces të reformimit të sistemit drejtësisë, dhe nëse ka dialog të sinqert, ka vullnet sinqert prej një qeverie, nëse ne jemi në pushtet ne do ta bëjmë këtë sinqerisht, mendoj që mund të arrihet.